محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, padyshim se nga begatit, mirësitë e Allahut, të cilat janë të panumërta, janë edhe shtëpitë e Tij. Është fjala për xhamit. Dhe Allahu te bareke ve taala çdo njeriu i ka bërë zgjidhjen jetën e kësaj bote. Edhe vendet të cilat janë të preferuara, vendet të cilat janë të dobishme, vendet të cilat janë të nevojshme për njeriu, Allahu i ka lejuar dhe i ka liçu ato. Dhe prej vendeve të cilat Allahu te bareke ve taala i ka bërë dhe i dën shumë janë edhe kush shtëpitë e Allahut, xhamit. Derisa të tjerët mundohen të ofrojnë shtëpia të tjera, ku ndoshta mundohen të gjejnë atë kënaqësinë apo lumturinë, ku mundohen të argëtohen, të dëfrehen, të kënaqen, më thojza, ne si besimtar musliman e kemi këtë ofertën e Allahut te bareke ve taala, me u kënaqe, me u argëtue e me u qetësue në shtëpitë e Tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se xhamit janë vendet më të dashura tek Allahu te bareke ve taala. Dhe ka thënë ehabbul biladi ila Allah el masajid. Vendet më të dashura, vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit e Allahu te bareke ve taala. Ndërsa vendet më të urrëtura janë këto shtëpit e modelit bashkohor që po ofrohen, dhe ku njerëzit e shfrenuar, ku njerëzit nuk kanë ndonjë logjik shëndosh, nuk pasojnë mendjen e shëndosh, po pasojnë epshin e tyre, ju jepet atyre hapësirë, ju jepet atyre mundësia, ju jepet atyre publicitet nëpër media, dhe çka e ofrojnë atë modelin më të keq të mundshëm për këtë popull dhe për këtë vend. Allahu na ruajt. Derisa të tjerët investojnë e punojnë atje nëpër harame, ne duhet ta pyesim veten sa jemi duke punuar, sa jemi duke investuar për këto shtëpi ku ruhet nderi besimtarit musliman, ku ruhet identiteti besimtarit musliman, ku ruhet morali, kultura, tradita, ku ruhet familja, ku ruhet populli dhe vendi. Sa jemi duke kontribuar, apo sa jemi duke u përkujdesur, apo sa jemi duke investuar në shtëpitë e Allahut te bareke ve taala. Sepse këtu e gjen veten çdo njëri prej besimtarëve musliman që është i devotshëm. Në xhami ndihet keq veç ai njeri që në zemër nuk është mirë, ka probleme me smundjet e zemrës, ai mundet me u ndihet keq në xhami. Për ndryshe, xhamit janë shtëpit e besimtarëve musliman të devotshëm. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el masajidu beitu kulli taqi. Xhamit janë shtëpi për çdo besimtar musliman të devotshëm. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Andaj vllazën, derisa Allahu ka përzgjedhur xhamit,
Derisa dhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, punën e parë që e ka bërë kur ka shkuar në Medinë, ka qenë çka ndërtimi i xhamisë. Derisa Allahu shtëpinë e parë të ndërtuar në tokë ka bërë Çabën. Atëherë ne, nëse s'kemi mundësi me bo një qabe, është e pamundshme, një gjë e tillë, edhe është e pamundshme me bo një xhami, sikur xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ato janë të përzgjedhura, të bekuara. Ne kemi mundësi me i bo këto xhami që i kemi tash, edhe me u kujdes për to. Edhe me u kujdes për to. Pse? Sepse xhamit nuk i ndërtojnë të tjerët. Xhamit nuk i mirëmbajnë të tjerët. Për xhamin nuk përkujdesen të tjerët, por kush i ndërton, kush i mirëmban, kush investon, kush përkujdeset. Qysh ka thënë Allahu te bareke ve taala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Përkujdesja, mirëmbajtja, ndërtimi i xhamive ju takon atyre që besojnë Allahun edhe çka besojnë edhe ditën kur do dalin para Allahut, ditën e fundit, ditën e gjykimit. Andaj, këtu ne si lagje, po dhe shumë lagje tjera janë të begatuara me xhami, atëre çfarë na mbetet? Na mbetet të kujdesemi për këto shtëpi të Allahut. Dhe është mirë secili me pyet veten çfarë investimi, çfarë kontributi është duke dhënë për xhamin e lagjës. Sepse këto funksionojnë edhe mirëmbahen prej juve, prej xhamatit. Shteti sot e kësaj dite, fatkeqësisht, edhe pse kanë kaluar pas ramës së ateizmit, e komunizmit, e izmave të shumt, kanë kaluar 35 vite prej 90-s, e deri sot ende shteti jon 1 euro nuk e jep për mirëmbajtjen apo për ndërtimin e xhamive. Që një farë forme është një lloj rasti i ardhur për neve me kallëzu veten, me kontribue në mirëmbajtjen e tyre. Se vllazër nuk është patjetër njeriu me bo një xhami sikur kjo krejt vetë, se nuk mundet. As këtu as kërkon se kanë bo një xhami të këtill kaq të madhe një person. Mirë, po të jo me rëndësi me bo një xhami aq sa ki mundësi. Aq sa ki mundësi. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabira bana Allahu lahu baytan fil janna. Ai që ndërton një xhami për Allahun, e vogël apo e madhe qoftë ajo, Allahu si kompenzim në këtë botë, çka do t'i jep mirëqenie, do t'i jep rahati, do t'i jep lumturi, ndërsa në botën tjetër Allahu do t'ja ndërtoj atij çka, një shtëpi, një pallat. E çysh janë ato shtëpitë e xhenetit, pallatet e xhenetit, mos pyet, se nuk ka gjuhë. Sa do të jetë gjuha elokuente, sa do të jetë gjuha e pasur, nuk mundi përshkruan bukuritë e pallateve, shtëpive të xhenetit. Mjafton që Allahu e bën. Mjafton që Allahu e bën atë shtëpi. E thot dikush, pse ka mundësi me bo xhami? Çdo njëri prej nesh kena mundësi me bo xhami. Unë kam mundësi me bo një xhami, ti ke mundësi me bo një xhami, ata të tjerë kanë mundësi me bo një xhami. Se nëse s'ke mundësi komplet, atëherë bën një vend aty ku falen besimtarët. A mënesh me bo një vend sa është aty ajo se gjadja për me u fal, po mundemi me bo gati krejt ato. Se s'kushton ku me ditë sa ajo. Edhe deri në ditën e gjykimit, sa të falen njerëz në atë investimin tënë, të vinë shpërblimet të garantuara. Për ata, për me na motivue, për me i mirëmbajt, e për me ndërtu xhamit, e për me kujdes për xhamit, në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: Men bana lillahi masjidan walau ka mafhas qatatin li baydha bana Allahu lahu baytan fil janna. Ço do të thot, ai cili ndërton një xhami për Allahun, qoftë ajo xhami edhe sa foleja e zogut që i lën vestë e tij. Që i them na ai strufullogu në gjuhën popullore. Ajo foleja. Aq e vogël qoftë, ajo xhami që e ke botë, ka me të ndërtu Allahu te bareke ve taala një shtëpi në xhenet. E ta shtohet pyetja, a ka mundësi në xhami me qenë sa foleja apo strofulli i zogut? Në ka mundësi. Po kjo do të thotë që ti a ke mundësi me kontribue edhe çash? Po, aq kontribuo sa ke mundësi.
Me rëndësi ti me u regjistru tek Zoti prej kontribuesve, prej atyne që mirë mbajnë xhamin, që kujdesin për xhamin. Se po e thon me keqardheve që ka njëri që ndoshta 5 kohë i fal xhami, po kur nuk din një kontribut për xhamin me dhon. As si shko menja bile. Vallahi marrë është, do të mos skuq. Me hin xhami, më fal, non stop, e mos me kontribue. Po vallahi unë në xhami tjera ku shkoj nuk muj bre me dal, hiç mos busha në era kam belshuç aty. Anash tani vakt e fal edhe më kurs hina xhami. Po s'moj diçka pa palon se shoqyr që është xhamia, shoqyr që është çel, shoqyr që është e gatshme për me na prit neve aty me fal namazin. Andaj vllazën, këto xhamit kanë nevojë për juve. Se që 600 vite, 700 vite sa po bën pe xhamive më të para që në Kosovë, që ky popull i ka marrë çdo xhami, e kështu ka më i marrë edhe një kohë gjatë. Sepse në bazë të zhvillime politike, çdo parti që janë, e që po vinë, po ndrohen, e kishin një program që për fe mos më interesu hiç. Interesant, kërkon s'po mujna me i bu bashkë, as me bo parlamentin, as me bo qeverin, as me bo ata, as për veriun, as për jugun, as për kur gjë hiç, amo një veni ka bo shejtani bashkë, për fe mos me një as një hiç. Këtë interesant, këtë do me thonë të pandjenja, shti që shpo sprovohme me këse politikansh, parti mas partije të ardhë, ka feja tronë ndjenjes kanë, a shumë për ty ne i kanë babalar të nanat me namaz. Disa i kanë edhe nanat, apo i kanë pas nanat edhe me shamia, edhe me dimia. E me agjerime, me haqe, me ato po vetë, po e di që ka u bo, o pështil pak fare tyne. Po inshallah Zoti ka dal-dale, na nuk jemi për gut, inshallah këta i hek, i bjen disa të tjerë, që janë sinqert. A më të sinqert, jo me nga, sikur musliman të ashti, ko e zjedheve, da nena të thirin, dok nena, da nena, pas mujna bre ka 100 udheca me i bo. E qa me bo? Do të me prit me punu, edhe 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, a ma kur dhvin do djemë të mirë, do burat mirë, ata me dasht venin, me dasht fen, me dasht popullin, ma shumë se vetë vetën. Edhe që ashtu duhet me konë, për mi adhon hakun këti popull e këti veni. E deri sa ata të vinë, edhe të kujdesin për shtëpitë e Zotit, atëherë na e kemi fatin që ka me kontribu vetë, se cili prej nesh. Dhe interesohuni sepse është investimi ma kapital, investimi ma i bereqetshëm, investimi ma i dashur në shtëpitë e Allahut te bareke ve taala. Disa demagog që s'kontribuojnë kërkon, jashtë xhamia po thonë, jo vetë xhamia, jo tjetër sen s'po dini, po na dinë edhe shkolla me bo, po s'len ministria, se thët ne kem për obligim, na dinë edhe kopshte me bo, dhe qerdha, dhe shtëpia të nevojtarve, po s'lon, edhe pse për shtëpijat nevojtarve, e për banesa, e për ndima, nuk jemi duke u ndal, edhe si xhamat na, edhe xhami tjera, alhamdulillah. Nashta e kem një defekt, një problem e kem që s'po reklamohemi me thonë që to e bënë, me që ato e bënë, me ato e bënë. Amo që shpo silën punët, nashta du të me i publiku edhe na. Ku të kontriboj me thonë, që kjo xhami kontriboj me kaq, që kjo xhami ja blejti banesën jetimave, ja blejti të smurve, ja blejti fukarave, i ndihmoj të varfërve, i ndihmoj aty në smurë me kancera, po dikuj tjetër. Ndoshta vjen koha edhe këto me i përmen. Për shkak që mi tregu të tjerëve që na nuk jemi njerëz xhunglëses që s'interesohemi për këtë popull dhe për këtë vend. Pastaj të nderuar vëllezër, mos harroni se ata që kujdesen për xhamit, ata që kujdesen për shtëpitë e Allahut, e kanë një privilegj, e kanë një pozitë tek Allahu që se ka dikush tjetër. Çka ata janë afër Allahut, ata janë kojshite Allahut te bareke ve taala. Përafërsisht kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata, në hadithin e Enesit, radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allahe yunadi jaume l'qiyame, ejne gjirani. Allahu thret ditën e kiametit, ditën e gjykimit, ku janë fqit e mi, kojshit e mi. I thojnë me lajket, o Zot, kush mënet me konë kojshim e ty, kush mënet më të afru ty aty, kush mënet me konë afër teje?
Allah thot, ejne ummarul mesajid, ku janë ata që i kanë ndërtu xhamit, ku janë ata që i kanë mirëmbajnë xhamit, ku janë ata që janë kujdes për xhamit. Edhe tani dalin një grup e vogël atë, afër Allahu te bareke ve taala, Allahu na bof neve edhe juve prej atyne që janë afër Allahu te bareke ve taala. Dhe vllazën, mos injoroni apo mos neglizhoni asnjë punë të mirë që mundesh me bën xhami. Dikush ka mundësi me ta dhënë një ide që vlen më shumë sa i jep në 70.000 euro. Dikush ka mundësi në diçka tjetër. Secili prej nesh do të më qenë aktiv. Me pyet veten, unë kur dal para Zotit, çka kam bë për shtëpitë Zotit? Se për shtëpinë tonë po bën secili, këshiri pallatet që shëmbon. Veç këshirin. Po këto janë kalimtare. Këto kur for garancioni s'ki, mas dekjes tonë bëva kia gruaja ta shet, ta martohet, ta djali e çon dikan haram, a ku ta dione? Amo kjo këtu nuk shkan haram. Kjo edhe me vdekun, edhe ju kejt me vdek vinë tjerë, e kanë me mbajt këtë shtëpit Zotit. Qysh i kena majt që 600 vjetë, ato në kryqëtet atje poshtë janë, edhe në për vendin tonë. Andaj pra, mos mendo që sa do pak me kontribue, s'është e vlefshme. More, a monesh edhe një penges me hjek, apo a monesh me hjek një gurja, një diçka këtu, një harëna, një pea, këtë që ka ra këtu në xhami diçka. Edhe që ato largoj. Pastroje xhamina, mënesh me pastru xhamin. Dhe dikush po këtu është njëri që i paguhet. Po paguhet, ai paguhet i merr parë, po ti merr ja se vapet aty na thuj, unë po ta pastroj. Se për parë e bojnë të tënë, po pa parë me bo. Pe vallahin, për disa s'kisha pas qef heq me ishti me pastrua. Veç kisha pas qef me mësue qysh me usil në xhami, qysh me krye nevojat fiziologjike, se për shkak të naza po marrë në kom që atje, ka një herë abdes, e pse hin burri 70 vjetë në kam, pishit më falë një shpreje, se ka problem hiq. Hin djallin i tënë të nga, pip, del, ka dale më revlase, do të mu pastrue, do të ullën, që shë kina pas gjithë traditën, ta ne se lëshojnë ujtë hiq. Edhe që po më do të më bo shumë i but, më falë, lëshove ujtë, më falë hoqë, jo mos më thuj më falë, po ti thuj atje toaletit më falë që si lëshove ujtë. A ti kërkoj falje. E disa duhet një trajnim ja u bo. Pak janë ata, po mirë me bo një trajnim, qysh kryhen nevojat fiziologjike, qysh bëhet pastrimi, qysh lëshohet ujt, qysh jet me kamën e majt, dilet me kamën e djath, ku merret abdesi, ku lahen durt, ku përdoret ajo, ka nevojë, ka pak. Pse që to mësime i ka një kur ka një vogël në shtëpinë e vet. Se ja kam sonona e baba, po së kanë aty, ka munguar na shtan çato mësime. Edhe në shkollë, ku me dita ka marrë pjesë ajo, kështu që nuk ka problemi në xhami. Amo tjerë që jenë regull me vetë vetën, edhe me edukatën, kanë nevojë me kontribue. Për ata pejgamberi, alayhi salatu wassalam, ka thonë, uridat aleje u gjuru ummeti, hatta l'qadhatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Po thët, janë paraqit muë shpërblimet e umetit tim. Shpërblimet e umetit tim. Thëtë edhe i kum pa, do më thonë, qëfar shpërblimesh po marrin në metim, e kum pa në mesin e ty në të atil, që shpërblehen edhe për çka? Për shkak se ka hiek një penges për i xhamis. Diçka, ka po që të bjen dikujna një palloma, një diçka, ku ta diu një facolet, e ka hiek edhe për që ata, çka shpërblehet tek Allahu te bareke ve taala. Kështu që edhe kjo xhami që jemi këtu në ta, kjo ka nevojë her pas here me fresku ka pak. E na këto ditë kemi filluar pak një lloj që me thonë dërhyrje poshtë, ka orë nuk e di, po një farmyku na ka orë poshtë atje, kogja i madh, edhe në veçanti te klasa ku mësojnë motrat, që mësuesja është shumë aktive dhe falenderoj këtu para josh për punën që është duke bë, po edhe te klasa e nxënësave aty pak ka hymiku, tash jem të punue, po edhe anash dika, po na hin ka pak ujë, po jo shumë, po me emën e Zotit kjo do të rregullohet. Kështu që kush din është mjeshtër, le të paraqitet poshtë. Kush ka me dhënë ide, kush ka me na mësu diçka, kush është profesionist në një fushë. Hajde leje emrin, numrin e telefonit. Për çka je ti po rrym? A pse çto rryma boll të mira çto poçet e sana, po shpesh pelshojnë. Edhe kur pelshojnë na vesh pe këshirëm çto. Se çatu ku poshtë ku falbi, që sa te koka jam që janë një muja diçka nuk ka të funksionu. Pse këta që janë këtu nga të meje nuk po din me nreq, ai që nreq urdhzue, shoqër ka pshtue, ai do me thonë që mjeshtër, po te i të vjen ajo është mirë ai tjetër mjeshtër.
për ujë që atje poshtë, herna prishet, herna nalet, kush është na i farmjeshtri, le të lën numrin, për pllaka kem nevojë tash më ngjit do, le të lajmërohet për ato tjetër, për ato tjetër, për ato. E dikush nuk diun e kurrë, ti kurrë s'dina, a ki parë ti po ti që ti parë, s'është problem hiç. Po do, se dikush nuk din, çone për vete nuk di. A mo di me dhon parë, s'është kufar problemi. E dikush që s'din kurrë hiç, as para se ç'a din ti me bë, kurrë. Jo ti din çka bën do, thuaj Allah, mundsana me majt këtë shtëpi që ti i kënaqur me to. Mundsana me çka, me ngjall, me aktivitete, me punë të mira, edhe doja jote na është më e vlefshme se parja dikujt tjetër, apo se puna fizike dikujt tjetër. Kështu që edhe njëherë ju falenderoj për kontributin që e keni dhënë. Nuk kam çfarë më liv duksh ndërsy se po ju vjen ai mësysh që anaj Zoti diçka bëhet me juve, po besoj që një not madhe keni te Zoti, edhe keni një problem të madh për kontributin që e keni dhënë, edhe që po e jepni, edhe besoj që me neve pa neve xhamiat kanë me ecë përpara, po kam qef une edhe ju me qenë çka pjesëmarrës në shpërblime në sevape. Allahu ju dhash të mirat e dunjas edhe të ahiretit, e të gjithë ju edhe neve, Allahu na bof prej banorëve të xhenetit. Allahu ju dhash begati, bereqet në familjen tuaj, në dijen tuaj, edhe në pasurinë e juaj. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.